Atëherë, zonja Rama, më tregoni me çfarë merreni në zyrën e rëndësishme të zëvendës ministrit? Eksperienca ime në Shqipëri nisi me një përfshirje të menjëhershme për sa i përket negociatave që kemi me Bashkimin Evropian, në këtë moment shumë të rëndësishëm për shtetin shqiptar. Aktualisht kemi hapur të gjithë klastrat dhe të gjithë kapitujt dhe na pret një punë shumë e madhe, kështu që kemi një përditshmëri dhe një fokus kryesor për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian. Mundohemi çdo ditë të ndjekim me grupet e ndryshme të punës për të unifikuar në mënyrën më të mirë të mundshme të gjithë legjislacionin shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Në të njëjtën kohë, duke u gjendur pranë dhe duke u përgjigjur edhe pyetjeve që na dalin gjatë hedhjeve në sistem të projektligjeve tona për publikun e gjerë, por gjithashtu kemi dhe tryeza të rrumbullakta, siç i themi ne në ministri, ku në këtë rast ftojmë aktorë të ndryshëm që janë të ndikuar nga pjesë. Po, në njërë nga tryezat kam qenë dhe unë prezent aty me Agjencinë Kombëtare të Diasporës, mos gaboj. Shumë e lumtur, po, është eventi mos gaboj kur ne gjithashtu u njohëm për herë të parë. Ai ishte një event kur ja dedikuam diasporës për të dëgjuar sa më shumë ftesat, le të themi, por edhe sugjerimet e tyre. Kemi dhe shumë takime të tjera që i kryejmë me biznese, sepse kryesisht unë jam negociatore për kapitullin 6 dhe bashkë negociatore për kapitullin 4. Kapitullin 6 që e ndjek me fokus total ka të bëjë për legjislacionin me shoqëri tregtare, kështu që duhet të gjendemi shumë pranë bizneseve në këtë rast për të shpjeguar, për të informuar dhe për të qetësuar mbi problematikat e ndryshme që ata mendojnë se mund të lindin mbas antarësimit tonë në Bashkimin Evropian. Mendoj që një pjesë e madhe shqetësimeve vjen nga mungesa e informimit. Kështu që Ministria ka një fokus kryesor që t'i mirë informoj dhe t'i japi të gjithë, le të themi, njohuritë që t'jenë sa më për të përgatitur në momentin që do të vi edhe aplikimi i të gjithë standardeve evropiane. Ju jeni responsable përgjese, dhe përdorim terma të uazuar, përgjese për integrimin, po themi. Për kapitullin 6, sepse kemi 35 kapitull aktualisht. Ju vini nga diaspora, keni studiuar atje. Diaspora në punën tuaj, çfarë vendi zë? Për shembull, kemi një aktivitet në Parma, në mos gaboj, me Agjencinë Kombëtare të Diasporës dhe me dhomën e biznesit, mos gaboj. Jeni pjesë e këtij networku? Aktualisht, le të themi që të gjithë çështjen e diasporës është në funksion të Ministrisë së Jashtme. Është një zëvendës ministër që e ndjek me fokus maksimal. Ne prekim pjesën e diasporës kur duhet të ndërthurim ekspertizën tonë për sa i përket strategjisë ekonomike. Normalisht që më ftuan edhe mua për të qenë pjesë në Parma dhe do të vi me shumë kënaqësi, por le të themi si nuk është përgjegjësi direkte. Jo, nuk është përgjegjësi direkte në funksionin tim, ose le themi e Ministrisë së Ekonomisë. Unë do jem prezent në Parma, le themi për një kënaqësi personale, sepse Italia është shtëpia ime e dytë, por ne përpiqemi të dëgjojmë, siç kishim edhe gjatë eventit të fundit që u mbajt për diasporën, kur patëm rastin të flasim me drejtuesit e Made in Arbëria, kishin nevojë që të kishin një pikë kontakti për sa i përket marrëveshjeve me bizneset, një pikë kontakti institucionale. Kështu që ku mund të ndihmojmë, bëjmë me shumë kënaqësi, por është një ministri tjetër që ka funksion thelbësor. Duke qenë se unë u riktheva nga diaspora dhe ndihesh pjesë e saj krejt natyrshëm. Po, edhe duke qenë se u riktheva në fillim menjëherë nga diaspora, nga le të themi ky realiteti evropian, kam qenë shumë e përfshirë në delegacionet e shumta në fillim, duke prekur Brukselin, Berlinin, Stambollin, qytete të ndryshme. Po në zyrën këtu, me cilat institucione ke më shumë të bësh, pra me institucionet, po themi, europiane, ambasadat, por dhe me pjesë të tjera të qeverisë shqiptare? Normalisht me ambasadat është shumë e rëndësishme, sepse kemi diplomacinë ekonomike që është gjithashtu pjesë e funksionit të Ministrisë së Jashtme, por të duhen të gjitha informacionet të përcillen në mënyrën e duhur dhe në kohë nëpërmjet zyrave të ministrisë tonë që ndjekim të gjithë pjesën e strategjisë ekonomike. Kemi një ndërthurje me të gjitha ministritë njëkohësisht, le të themi, sepse të gjithë sektorët duhet të kenë një rritje ekonomike në këtë moment shumë të rëndësishëm për Shqipërinë, por gjithashtu edhe çdo legjislacion që ne para se e miratojmë dhe përpara se të kaloj fazat e fundit të miratimit, kalon për mendim në të gjitha ministritë. Kështu që të gjithë ministritë kanë një bashkëbisedim me njëra tjetrën dhe
pra interlokutori, përsa kuptoj unë, më i rëndësishëm i juaj është delegacioni i Komisionit Evropian Tirana, apo jo? Për momentin, po. Jo vetëm për Ministrinë e Ekonomisë, por për të gjitha ministrit që kanë një impakt, sepse kapitujt janë të shpërndarë të këtë gjitha ministrit. Ministria jonë në ndjek 10 kapituj, jemi negociator për rreth 7 kapituj. Këto 7 kapituj janë të ndarë dhe të ndjekur nga zëvendës ministër të ndryshëm, por që kemi një punë shumë të madhe me delegacionin e Bashkimit Evropian që ndodhet në Tiranë, sepse kemi raportime javore dhe mujore. Më pas, kur është e nevojshme, normalisht paraqitemi edhe në Bruksel për të dhënë të gjithë shpjegimet e punës madhe që kemi bërë çdo. Cili është aktiviteti i ardhshëm në raport me Brukselin i zyrës tuaj? Pra, keni një kapitull shumë të rëndësishëm negociata apo jo? Ka në agendën e këtij viti një takim apo bëhet fjalë për vitin e ardhshëm se jemi në fund vit? Për momentin bëhet fjalë për vitin e ardhshëm, sepse për momentin kemi bërë një punë shumë të madhe të gjitha draft ligjet që kemi hartuar së bashku me ekspertët, së bashku me stafin që marr rastin t'i falenderoj, sepse gjithë kjo punë është bërë në skuadër, është një skuadër realisht shumë e madhe ekspertësh, që punojmë çdo ditë, kështu që falë tyre sot e kemi reale të themi të gjithë punën dhe kemi arritur të dërgojmë për mendim draft ligjet në Komisionin Evropian. I lëm gjithmonë kohën edhe palës së Brukselit që t'i shikojnë në detaj të gjithë draft ligjin dhe të na përcjellin komentet e tyre. Kështu që takimet priten vitin e ardhshëm dhe normalisht kemi dhe në komitetet ku për çdo kapitull ne raportojmë në mënyrë të detajuar. Për vitin e ardhshëm si gazetar mësova që në shkurt do të kemi një takim të rëndësishëm interqeveritar midis i organizuar nga qeveria italiane dhe shqiptare për korridorin 8, një instrument shumë i rëndësishëm gjeoekonomik. E keni ndjekur, bën pjesë në kompetencat tuaja, si e shikoni këtë zhvillim sipas meje të rëndësishëm? Për momentin nuk bën pjesë në kompetencat, le të themi, posaçërisht që kam në ministri, por që të dëgjoja shpalljen e këtij vendimi kaq të rëndësishëm ishte vërtet një kënaqësi shumë e madhe. Kemi thënë gjithmonë që Shqipëria ka një rol strategjik për sa i përket gjeografisë në Europë. Dhe tashmë të gjithë forumet dhe të gjithë këto marrëveshje që ne po lidhim janë një dëshmi reale e pozicionit strategjik shumë të favorshëm dhe shumë të rëndësishëm që Shqipëria ka për të qenë një kontribut shumë i madh, si për vendet fqinj, por gjithashtu edhe për Europën. Okej, unë ju falenderoj për intervistën, kjo do t'jetë intervista e parë, por sigurisht do jemi të vëmendshëm sepse ju jeni në moshë e re dhe në detyrë e re, padyshim për t'ju dhënë mundësinë për të folur për çfarë po kryeni, çfarë po realizoni. Pse jo, për të bërë dhe një bilanc të punës tuaj. Shumë faleminderit, ju falenderoj shumë për ftesën dhe që e bët këtë intervistë kaq të këndshme dhe mirë. Të gjitha rrugët sjellin Tiranë. Natyrisht, të gjitha rrugët të sjellin në Tiranë, edhe zemra të sjell gjithmonë në Tiranë. Patjetër, zemra mbetet edhe kur shkon në Rom mbetet në Tiranë. Gjithmonë. Faleminderit dhe shumë sukses. Shumë faleminderit.